Ishëm dojnë pak edhe tek aplikacioni Kesko Premium, që është hapët dhe për bizneset e hapura në treg. Po e shohim edhe në ekran, na trego disa detaje. Atëherë që nga viti i kaluar, kur zyra regulatorit ka vendosur që bizneset të cilat kanë më shumë se 50 punëtor ose mbi 10 milion euro qarkullin me dalë në treg të hapur të energjisë, edhe rrjedhimisht me zgjedhë vetë furnizuesin. Kesko Premium aktualisht ka mbi 50% të bizneseve të cilat kanë dalë në tregun e hapur në portfolion tonë, edhe tash e një vetë ne jemi në vazhdimsi duke i taku ata edhe duke i pasë cilat janë nevojat e tyre, edhe kërkesa atyre ka qenë që të jemi pak edhe në aspektin e teknologjisë edhe gjithë shka me u ba ma e letë dhe ma e shpejt. E normalisht, Kesko Premium e ka lansua javën e kaluar me aplikacionin i Kesko Premium. Është kompania e parë furnizuese në tregun e hapur të energjisë që ka një aplikacion, edhe është shumë e rëndësishme me theksu që secili konsumator i cili është partner apo konsumator i Kesko Premiumit ka qasje në këtë aplikacion, edhe rrjedhimisht llogaria do të hapet po ashtu në emrin edhe në emailat e autorizuar nga vetë biznesi. Do të thotë është shumë e rëndësishme me kuptu gjithë secili që këtu do të ketë qasje veç biznesi në fjalë, ata do të kenë mundësi ta shohin bilancin në kohë reale, transferet, kontratën aktive, po gjithë përpos kësaj edhe pikat furnizuese në të gjithë Kosovën që mundet me i pas. Për shembull, nëse Margarita ka një biznes të rjetëzuar në gjithë Kosovën, pra Margarita nuk do të ketë qasje vetëm në DPR Prishtinë apo në regionin distriktin e Prishtinës, po do të ketë qasje në secilin distrikt ku ai e ka biznesin e vet. Edhe rrjedhimisht ka me pas një pasqyrë të pastër se çka po ndodh në secilin prej bizneseve të tij, në cilën po konsumon ma shumë energji, ku pi duhet ma shumë energjia, edhe për më tepër që ne kemi një departament i cili për shumë vite, do me thonë, merret edhe me tregtimin e energjisë elektrike, edhe rrjedhimisht mund të konsultohen saktësisht se sa i duhet edhe për konsum të energjisë, po në anën tjetër e kemi dhe departamentin e shitjeve, ku konsulentët apo analistët tonë janë të dedikuar për secilin konsumator, apo për secilin biznes që është pjesë e Kesko Premiumit, po edhe për ata të cilët do duan që në të ardhmen të jenë pjesë e Kesko Premiumit, mund të caktojnë një takim, edhe varësisht nga veprimtaria e biznesit të tyre mund t'ju jepet një ofertë ku parashihen të gjitha çështjet me rëndësi për të cilat ata i kanë, po edhe me pa një lloj databaze se sa ka konsumuar ndër vite, edhe rrjedhimisht ne e kemi një pasqyrë se sa mundet me konsumu energji elektrike qaj biznes, edhe mandej çkado që ata ka nevojë, e gjithë ekipa është aty për ta, do të kenë edhe person të autorizuar, të dedikuar veç për ta, edhe në çdo kohë, në çdo moment, sa herë që ka nevojë, qoftë edhe për një konsultë shpejt, mund të na thrasin edhe gjithçka në këtë mënyrë edhe për ta bëhet më e lehtë. Kanë me mujtë edhe faturat e rrymës me i pagu përmes aplikacionit? Aktualisht, kjo veçori nuk është shtuar në aplikacion, për shkak edhe të ndjeshmërisë të cilën mund ta kenë bizneset sa i përket transaksioneve, normalisht që për momentin jemi duke i mbledh akoma gjitha nevojat cilat ata i kanë. Deri në këto momente, këto janë veçoritë cilat ne i kemi tu ju referu edhe kërkesave të konsumatorit. Është edhe një ekip shumë e madhe e zhvilluesve që në përpikëri ka zhvillu të gjitha kërkesat e secilit biznes, po në anën tjetër padyshim që të pritet të shtohen edhe veçoritë të tjera varësisht prej kërkesës së konsumatorit edhe nevojës cilët ata e kanë. Po deri më tani e kanë shkarku jashtëzakonisht shumë aplikacionin, do të thotë bizneset të cilat janë pjesë e Kesko Premiumit. Ajo mund të shkarkohet në iOS edhe në Android, do me thonë në të dy platformat, po padyshim që munden me u kyç edhe prej webit të Kesko Premiumit, edhe mund me pas qasje aty, po padyshim ju duhet një llogari, ashtu si e thash, e cila do të krijohet vetëm me autorizimin e biznesit, edhe do të kenë qasjen edhe gjitha informatat
të cilat atyve ju intereson. Nga ekrani që po e shohim edhe aplikacionin, se paka shumë po tregon se çu duket dhe që mund të mu përdor, edhe nga informatat e tua, duket që është një aplikacion mjaft lehtë që mund të mu përdor dhe mjaft transparent. Është shumë lehtë i qasshëm, edhe po është shumë transparent, sepse kemi pas shumë të rëndësishme që se cili biznes me e kuptu edhe se qysh është duke funksionu edhe sa janë çmimet aktuale në bursa ndërkombëtare. Do të se na prej bursa ndërkombëtare sigurojmë energji elektrike për bizneset. Edhe normalisht që synojmë që krejt këtë energji me i ble me çmimin më të lirë edhe mja vletësu edhe konsumatorëve, po në anën tjetër me qenë super transparent me ta, që ata vetë munden me pase për çdo ditë në çdo orë sa është energjia elektrike në këto bursa.